Përplasje në Itali për plazhin e administruar prej 80 vitesh, murgeshat kundër bashkisë. Në Bregdetin e Ligurias ka nisur një mosmarrëveshje e pazakont mes autoriteteve vendore dhe një grupi murgeshash të moshuara, të cilat prej rreth 80 vitesh kujdesen për menaxhimin e një plazhi. Në qendër të çështjes është një brez ranor rreth 50 metra i gjatë në Bagnisino Garone, në qytetin bregdetar të Spotornos. Zona administrohet nga murgeshat e urdhrit Scuole di Carità di Santa Maria, ndërsa bashkia ka vendosur që koncensioni të jepet përmes një tenderi publik. Mediat italiane kanë cilësuar këtë përplasje si një luftë të shenjtë. Hapi i ndërmarr nga autoritetet vendore synon zbatimin e rregullave europiane për koncensionet e plazheve, por edhe respektimin e dispozitave rajonale që përcaktojnë kuota të posaçme për aksesin e lirë në vijën bregdetare. Murgeshat e morën në administrim të pjesë të plazhit në vitin 1946. Për dekada ato nuk ju nënshtruan disa rregullave të zakonshme tregtare, sepse të ardhurat e siguruara nga aktiviteti i plazhit përdoreshin për bamirësi dhe për shërbime me interes publik. Fondet e mbledhura ndihmojnë në financimin e një shkolle për fëmijë të vegjël në Spotorno dhe të një kampi veror që zhvillohet në plazh. Prej shumë vitesh, njësoj si operatorët e plazheve të tjerë private në Itali, murgeshat u jepnin pushuesve me qerat, çadra dhe shezllong. Sipas tyre, megjithatë, këto të ardhura nuk mund të konsiderohen fitim nga një biznes pasi shkojnë për veprime bamirëse të urdhrit. Kuadri rregullator që u mundësonte administrimin e plazhit në këtë formë ka ndryshuar tashmë. Kryebashkiaku i Spotornos, Mattia Fiorni, u ka konfirmuar murgeshave se koncensioni do të marrë klasifikimin e ri si plazhi organizuar falas. Sipas këtij modeli, hyrja dhe aksesi në Bregdet do të jetë pa pagesë për të gjithë, kurse përdorimi i çadrave dhe shezllongëve do të ofrohet kundrejt një tarife të vogël. Për të mbajtur administrimin e zonës, murgeshat duhet të konkurrojnë në një procedurë publike në të njëjtat kushte si operatorët e tjerë. Ky vendim ka nxitur reagimin e fortë të tyre. Gjatë një diskutimi publik, Motor Miranda, e cila është mbi 80 vjeç, ju drejtua personalisht kreut të bashkisë. Është i yni, pse bashkia do të na heq plazhin? Nëse do ta bëj këtë, ne nuk do të jemi në gjendje ta mbajmë shkollën në punë, ka deklaruar ajo sipas Corriere della Sera. Shpjegimi i murgeshave është si modeli i ri i administrimit. Mund t'u paksojnë ndjeshëm të ardhurat dhe si pasojë edhe shumën e fondeve që ato përdorin për nismat bamirëse. Ndërkohë, kryebashkiaku Fiorini mbetet i vendosur për zbatimin e rregullave të reja. I ka deklaruar se nëse murgeshat synojnë të vazhdojnë administrimin e koncensionit, ato duhet marrin pjesë në konkurs, si të gjithë të tjerët. Tenderi parashikohet të hapet gjatë vjeshtës. Përplasja me EBM për koncensionet bregdetare. Çështja e Spotornos shkon për te këtij plazhi, pasi bashkia mund të bëhet një nga të parat në Itali që zbaton afatin e 30 qershor 2027 për nxjerrje në tender publik të koncensioneve ekzistuese të plazheve private. Ky detyrim lidhet me rregullat europiane të njohura si direktiva Bolkestein. Pas gati 2 dekada, koncensionet e plazheve kanë qenë ndër temat që kanë shkaktuar më së shumti tension të vazhdueshëm nëpërmjet Italisë dhe Bashkimit Evropian. Për vite me radhë, qeveritë italiane kundërshtuan zbatimin e plotë të normave të konkurrencës. Ato përballen me presionin e pronarëve dhe të administratorëve të plazheve private, të cilët druhen se procedurat e hapura mund vënë në rrezik aktivitetet e tyre që në shumë raste gjenerojnë fitime të mëdha. Në fund, në ndrysninë e Brukselit dhe të vendimeve të gjykatave italiane, qeveria e Giorgia Melonit u detyrua të pranonte respektimin e afateve përkatëse. Kështu, në Spotorno, murgeshat që kanë administruar të njëjtin plazh që prej vitit 1946 ndodhen përballë një kushti të pazakontë. Për të vijuar punën e tyre duhet të fitojnë një tender publik.